Dashur miq, selam aleikum. Takohemi sot në datën 24 tetor i vitit 2025. Lidhem si gjithmonë nga Kuala Lumpuri i Malajzisë. Dhe sot do të flas për incidentin që ka ndodhur dje në Shqipëri me një nga hoxhallarët më të njohur në historinë e Islamit modern, me Sheh Imran Hoseinin. Çfarë ka ndodhur dje në Shqipëri është që Sheh Imran Hoseini po vinte në Shqipëri, sikur ka ardhur edhe herë të tjera, ku kishte caktuar një grup për të kryer një grup leksionesh me ndjekësit e tij nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia. Këto leksione do të zhvilloheshin në plazhin e Durrësit, ku shehu vjen prej disa vitesh dhe i pëlqen plazhi i Durrësit, pasi e pëlqen klimën e tij. Por çka ka ndodhur është që ardhja e Sheh Imran Hoseinit i ka turbuar zionistët që safundojnë Tiranën, dhe faktikisht 2 ditë përpara se të vinte Sheh Imran Hoseini, policia e antiterrorit ka mësyer në plazhin e Durrësit, ku është takuar me hoxhën që do ftonte Sheh Imranin, dhe hoxhën në fjalë ka marrë në pyetje, sikur e merr gjithmonë, për të ditur se çfarë do të bëjë hoxhë Imran Hoseini. Pionët e mallkuar të antiterrorit më pas kanë shkuar edhe në hotelin në plazh, ku besimtarët kishin rezervuar dhomën ku do qëndronte Sheh Imrani, ku kanë terrorizuar pronarin e hotelit, i cili është trembur nga kjo bastisje që policia po i bënte dhe po e merrte në pyetje, thua se në Durrës nuk do të vinte një hoxh 35 vjeçar, por do të vinte krye terroristi i njerëzimit Benjamin Netanyahu. Policia antiterrorit, pasi ka marrë në pyetje hoxhën në Durrës, nuk i ka thënë atij asgjë, dhe dje në datën 23 tetor, Sheh Imrani ka marrë avionin dhe është nisur nga Beogradi për në Tiranë. Përpara kësaj, Sheh Imran Hoseini ka patur një tur ballkanik me leksione, duke vizituar, apo më saktë duke u ftuar nga studentët e tij. Ka vizituar Bosnjën, ku ka shkuar edhe në Srebrenicë, duke bërë dua për shahidët e Srebrenicës, nga që shehu e di shumë mirë që propaganda vehabiste pretendon sikur shehu është me serbët edhe nuk i dhimbën muslimanët e Bosnjës. Ka shkuar në Bullgari, ku ka mbajtur leksione, në Rumani dhe më pas në Serbi, ku ka mbajtur leksion në Universitetin e Beogradit. Përpara kësaj, shehu ka qenë në Angli, në Britaninë e Madhe për rreth 1 muaj, nëse s'jam gabim, ku ka mbajtur një cikël leksionesh në lidhje me Islamin dhe fundin e kohës sipas profecive të profetit Muhammed. Pra, pas këtyre leksioneve dhe vizitave që shehu ka patur, më herët shehu ishte këtu në Malajzi dhe në Indonezi, nga Beogradi ai ka prerë biletën e avionit, sigur edhe herët e tjera, për të vizituar studentët e tij në Shqipëri. Dhe faktikisht shumë studentë kanë ardhur nga Kosova, nga perëndimi, kanë rezervuar hotelet që do të merrnin leksione te Sheh Imrani. Por çfarë ka ndodhur kur Air Serbia ka zbritur në aeroportin e Rinasit dhe shehu i është drejtuar pikës së kontrollit. Shehu ka shumë viza, ka viza Schengen, ka viza britanike, është shteta si Trinidad Tobago, një vend shumë i pasur me naftë, dhe ai viziton gjithë botën. Kur ka shkuar në pikën e kontrollit të pasaportës, policët i kanë thënë që prit se ke një problem, nga që i ka dalë një shënim me pull kuqe që këtij personi nuk i lejohet hyrja në Shqipëri. Shehun e kanë lënë që të presi për rreth 1 orë, dhe në këto momente mua më ka marrë në telefon hoxha që kishte ftuar shehun, edhe më thotë që kjo gjë po ndodh. Unë kam marrë shehun telefon, e kam pyetur çfarë po ndodh.
Sheu nuk dinte asgjë, nga që policët nuk dinin anglisht. I kërkova që të flas me policinë e Rinasit, ku ata më thanë që i është ndaluar hyrja në Shqipëri nga antiterrori. Shehun e kam mbajtur ndoshta rreth 3 orë në vijën e dytë. Gjatë kësaj kohe unë jam alarmuar shumë. Kam njoftuar mediat, fillimisht njoftova Top Channelin, më pas media të tjera që domethënë ky skandal që po ndodhte me një nga shkollarët më të mëdhej të Islamit, sigurisht Sheh Imran Hosseini, të mos kalonte në mënyrë të heshtur. Unë doja që ky lajm të bëhet publik dhe gjithë njerëzimi ta marrë vesh se çfarë regjimi fashist fundon në Shqipëri. Sheh Imran Hosseini miq është një nga dietarët më të mëdhej të Islamit modern. Ai është pak a shumë një farë Shën Xherom për ata që njohin historinë e krishtërimit dhe të Biblës, apo një farë Shën Agustin për ata që njohin filozofët e hershëm të krishtërimit. Sheh Imrani është teolog, është filozof, është shkrimtar, është edhe dai, është predikues. Sheh Imrani dallohet për interpretimin që ai bën në ajeteve të Kuranit dhe haditheve, ku ka shumë profeci nga profeti Muhammed për ahirul zamanin, po për fundin e kohës. Sheh Imran Hosseini mori famë shumë të madhe në vitin 2011, kur CIA nisi të ashtë quajturën pranverë arabe, ku sipas këtij skenari të pranverës arabe, CIA fillovi të shkatronte të gjitha vendet arabe, duke filluar që me Tunizin, me Egjiptin, me Libin, me Sirin, me Yemen dhe kështu me radhë. Sheh Imrani parashikoi që kjo vala e Al-Qaidës që po vinte ishte ushtria e Dajjalit, e cila do të përmbushte profecitë e fundit kohës. Sheh Imran Hosseini mendon që krimi i shtetit Izraelit dhe gjenocidi që Izraeli është duke bërë kundër palestinezëve dhe arabëve në ditët tona është pjesë e profecive që ka parashikuar profeti Muhammed në fundin e kohës, por edhe Kurani mbi daljen e Gjuj e Magjuj, Gjuj Magjujit apo Gog e Magogut. Sheh Imrani beson që Gog edhe Magogu apo Gjuj e Magjuj, domethënë Gjuj që futët nga ata që janë me çifutët. Dhe ky kontrolli total që po i ndodh në ditët tona njerëzimit, vaksinimi me pahir që ju bën njerëzimit gjatë kohës së Covid-19, kontrolli bankar global që zionizmi i ka bërë botës e tjerë e tjerë, Sheh Imrani i interpreton me hadithet e profetit Muhammed për fundin e kohës dhe për ardhjen e Dajjalit, apo e atij mashtruesit të madh. Dhe Sheh Imrani ka arritur që të parashikojë atë që do ndodhte me pranverën arabe, e cila do të ishte shkatrimi i shteteve arabe dhe më pas marrja nën kontroll e këtyre shteteve nga Izraeli. Sheh Imrani këtë i ka parashikuar që në 2011, tani jemi në 2025, ai ka parë gjëra 15 vite më herët. Sheh Imrani përpara se të bëhej i famshëm me pranverën arabe, ka shërbyer si imam Gjumaje në xhamin e Kombeve të Bashkuara në Manhattan, dhe aty ai ka arritur që të njohi në detaj politikën globale se si ajo funksionon. Sheh Imrani përveç se është shkolluar në shkencat islame, ku ka studiuar islamin në shehun pakistanez Mohammed Fazlur Rahman Ansari në Institutin Alemia të studimeve islamike në Karachi. Ai ka vazhduar studimet e tija edhe në filozofi, por edhe në shkenca politike, në qendrën e studimeve pas diplomike në Gjenev, në Zvicër. Sheh Imrani është një personalitet ndërkombëtar, është një personalitet i cili
ka respektin e shumë udhëheqësve botror, në veçanti në Malezi, në Indonezi, ish kryeministri malezian e ka patur mik personal Sheh Imran Husseinin, dhe Sheh Imran Husseini është një person shumë i guximshëm në denoncimin e zionizmit dhe imperializmit. Ai ka qenë ndër të parët që është quar kundër sistemit të fajdes globale, e cila është nën kontrollin e zionizmit dhe bankave. Ai e quan të sistem haram dhe i bën thirrje myslimanëve që të kthehen në principet islamike të dinarit prej floriri, që është edhe paraja e synetit, dhe ai ka shumë ide interesante kur vjen puna mbi çështjen e Daxhallit, mbi çështjen e Konstantinopolis apo Stambollit, mbi kontrollin se si në fundin e botës dionizmi do t'i bëjë njerëzimit, etj. etj. Sheh Imran Husseini ka parashikuar që kur ndodhen sulmet e 11 shtatorit në 2001, ai ka parashikuar që koha e Amerikanës apo sundimit amerikan të botës, një sundim i cili ja mori pushtetin Pax Britanicës, ku Pax apo sundimi britanikëve do të ishte ai që do të shkatronte Islamin mirë e mirë me pushtimin e Stambollit dhe me zhdukjen e kalifatit Osman. Ai ka parashikuar që brenda pak vitesh kjo Pax Americana që sundonte botën pas 11 shtatorit do të zëvendësohej nga Pax Judaika. Ai ka parapar që në vitin 2001, ndërsa edhe më herët, që sundimi global që amerikanët i bëjnë botës, shumë shpejt do të bjerë dhe do të jetë Izraeli i cili do marrë në kontroll njerëzimin. Dhe me gjenocidin që ne pam në këto 2 vite të fundit në Gaza, ku Izraeli i therrte njerëzit për ditë, i vriste me uri, me armë kimike, me tortura nga më të paparat në historinë e njerëzimit, shumë njerëz kanë kuptuar ato që predikonte Sheh Imran Husseini. Por le të dalim ke ndalimi i Sheh Imran Husseinit. Pse u ndalua Sheh Imran Husseini? Bindja ime është që ndalimi i Sheh Imran Husseinit do ketë ardhur nga ambasada izraelite. Unë dje kam folur me disa persona që merren me çështjet e sigurisë në Shqipëri, dhe mendimi i tyre është që ndalimi i Imran Husseinit nuk ka të bëjë lidhje me Edi Ramën, pasi me mi që kam folur, Edi Rama është në gjendje të smur mendore, si pasojë edhe përdorimit të drograve, edhe nuk e ka shumë iden se kush është Imran Husseini. Por mendimi i tyre është që policia e Alban Tautajt, që është shefi i antiterrorit, këtë urdhër ndalimi që ka dhënë në sistem kundër Sheh Imranit, e ka dhënë, kuptohet, me urdhër të ambasadave të huaja. Për personat që kanë lexuar emailat e Gledis Nanos, që u hakeruan nga Homeland Justice, që regjimi e Edi Ramës pretendojnë se ata janë iranian, në ato emaila ju mund shikoni se si Mossad izraelit dhe CIA amerikane drejton policinë antiterrorit. Ata jepnin urdhra, do arrestoni këtë hoxh, do ndiqni këtë imam etj. etj. Dhe në komunikimet e Gledis Nanos ju rrezikeni parë edhe se si Eli Carmon, përfaqësues i Mossadit, ishte një nga personat kryesor që i jepte urdhra Gledis Nanos se çfarë duhet bënte policia antiterrorit në Shqipëri. Ishte përndjekja e palestinezëve, iranianëve dhe gjithë armiqve të zionizmit. Personalisht unë dyshoj që brapa ndalimit të Sheh Imran Husseinit duhet qëndroj ambasada e Izraelit, ndoshta mund të jetë edhe terroristi Rabin Çifut Joel Kaplan. Domethënë, ai vrasësi që ne kemi vërtetuar me pamje, me filmime, që ishte në Gaza në majtë të tankut edhe drejtonte ushtrinë për të therrur gra edhe fëmijë, unë dyshoj që ai ndoshta mund të jetë nga personat kryesor që ka drejtuar këtë fushatë të policisë antiterrorit për t'i ndaluar hyrjen në Shqipëri të Imran Husseinit. Ndalimi i Sheh Imran Husseinit nuk është as i pari dhe as i fundit në historinë e Islamit shqiptar. Ne e dim shumë mirë se çfarë ndodh në Islamin shqiptar, që me ardhjen e
Edi Ramës në pushtet, me krimin e policisë antiterrorit, me hapjen e ambasadës së Izraelit në Shqipëri, do kemi arrestime, rrahje, keqtrajtime, bastisje xhamish, me qindra e mira shqiptar musliman do të dërgohen në burgje, do të arrestohen, do të rrihen, do të burgosen, do të çohen në gjykata etj etj. Kemi hoxhallar edhe në këto momente që ne flasim, kemi hoxhallar që janë në qytete ndryshme të Shqipërisë, por ata nuk duan që unë t'ja nxjerr emrat dhe unë nuk janë nxjerr, që policia antiterrorit i ka çuar në gjykata në justifikimin se nxifin urrëtie kundër Izraelit. Lajmi për ndalimin e Hoxhi Imran Hysejnit, dje policia antiterrorit ka kërkuar që ta kaloj në qetësi. Unë me qëllim njoftova mediat dhe ju sigur e pat mediat e dhanë lajmin, por lajmi që dhanë mediat ishte lajmi rrem, që nga ajo lala që doli te ylli Rakipi mbrëm deri te grida Duma, Suma se ka mbi emrin e Top Channelit, të gjithë gënjenin që thonin u ndalua një imam terrorist dhe e kapi antiterrori dhe përzuri. Tani, sigurisht që Imran Hysejni ishte terrorist, antiterrori do e kishte arrestuar, do e kishte futur në burg, e para. E dyta, te Imran Hysejni nuk është terrorist, ai është shkollar, ai është filozof. Ai interpreton Kuranin dhe Hadithin. Ishte ai terrorist, do ta kishin futur në burg me Imam Genci Ballë, ose do ta kishin bërë spion, sigur kanë bërë shumë imam të tjerë që ne kemi në Shqipëri dhe Rrinur. Pra, Imran Hysejni nuk është ndaluar pse ka qenë terrorist. Imran Hysejni, se në emisionin e Rakipit mbrëm, kur Rakipi më përmendi edhe mua, se ndër të tjera unë i thash edhe Rakipit, dhe Rakipi më donte në emision mbrëm, unë kam qenë në gjumë, nga që këtu i bie 3 natës, kur është ora 9 e darkës në Shqipëri. Edhe në emisionin e Rakipit u tha që është një njeri rrezikshëm, që për hap urrëtie fetare etj etj, gjitha janë portokali, janë budalliqe. Çfarë është fakti vërtet me Hoxhi Imranin është që Hoxhi Imrani tregon se si zionizmi sulmton botën. Po ndërsa policia antiterrorit nuk ka çfarë të bëjë njerëzve si puna ime, se unë jam qytetar shqiptar, më shumë tash që mund të më çojnë në rajon edhe të më nxjin jetën, apo të më bënin sikur më bënin deri përpara një viti që sa herë hyja në Rinas më kontrollonin xhepat, derisa e kërcënova antiterrorin me gjyq dhe ma hoqën atë ndalim që më kontrollonin xhepat dhe më nxjinin jetën, ndërsa policia antiterrorit nuk ka çfarë të bëjë njerëzve si Kasirot Çipi apo Alfred Çako, apo sikur Arianit, se harrova mbiemin Arianitit që është në Kosovë, domethënë, ndërsa policia antiterrorit nuk ka çfarë ta bëjë neve, domethënë, qytetarëve të Shqipërisë, me Sheh Imranin kanë gjetur këtë justifikim Arianit Slamniku. Me neve qytetarët, domethënë me Sheh Imranin e shkret, me një plak 85 vjeçar, kanë gjetur thjesht këtë justifikim që nuk të lejmë të hysh në Shqipëri. Personi antiterrori që do ta ketë nxjerrë këtë urdhër duhet të jetë një cop idiot, ndonjë ignorant, ndonjë jasmen i ambasadës izraelite apo amerikane, po sigur mund të kuptohet diplomatët zionist të Tiranës do i kanë kërkuar antiterrorit që të bëjë diçka kundër Sheh Imran Hysejnit. Po ka që rrezikshëm pas ka qenë Sheh Imran Hysejni? No. Sheh Imran Hysejni është një filozof i cili interpreton ndodhit që po ndodhin sot me profecitë që profeti Muhammed ka bërë përpara 1450 viteve. Kuptohet që zionistët do donin në Shqipëri që të totalisht të ndalonin Islamin, Kuranin, hadithet, por ata kanë gjetur duke i detyruar me pahir hoxhallarët tanë në Ballkan që të flasin vetëm për tema që u lejon antiterrori, të flasin për familjen, për Edi Ramën, të thonë shqiptarëve votoni Partinë Socialiste, të flasin për shqiptarët kapin e i lekët bëjnë e i shtëpi. Ky është Islami që kërkon zionizmi. Ndërsa Sheh Imrani është një hoxh klasik që shkon në burimet autentike të Islamit dhe interpreton ato. Sheh Imran Hysejni ka armiq amerikanët, izraelitët, por ka edhe arabo-sauditët. Sheh Imran Hysejnit nuk i lejohet hyrja në Arabinë Saudite, në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe në Marok. Kanë këto vende të përbashkët,
këto vende janë të gjitha vende zioniste. Për këtë arsye, kundër Sheh Imranit, muhabarati apo spionazhi vehabit ka lëshuar edhe shumë hoxhallar vehabit, për të cilët unë kam folur në videot e kaluara, të cilët e sulmojnë, e anatemojnë, e bëjnë qafir, e bëjnë shiit, e bëjnë muslimanë etj. Etj. Dhe sot që antiterrori dhe ambasada e Izraelit dhe amerikane arritën që ta ndalojnë Sheh Imran Husseinin që ty në Shqipëri, unë dua t'i përgëzoj vehabiturit që e urrenin kaq shumë Sheh Imran Husseinin. Ju jeni në një aleancë me zionizmin ndërkombëtar. Përgëzime. Tani, çfarë ndodhi me Imran Husseinin miq? Mbrëm në orën 4 të mëngjesit, Sheh Imrani mori avionin, Imrani ka arritur në Beograd. Unë komunikova me shehun, shpresoj që ai të jetë mirë në vendin e lirë të Serbisë. Serbia, Bullgaria, Rumania, Bosnia janë vende të lira, nuk janë vende që kontrollohen, sikur regjimi i Edi Ramës nga Izraeli. Nuk janë vende ku bllokohen kanale sikur Russia Today, sikur Sputnik, edhe shumë media të tjera. Vendet e tjera të Ballkanit nuk strehojnë kampe me terroristë mujahidin, sikur regjimi i Edi Ramës bën me 3000 mujahidinët e Manzës. Vendet fqinje të Shqipërisë nuk mbajnë nëpër burgje hoxhallar, sikur regjimi i Ramës mban deri në këto momente hoxhallar dhe besimtar musliman nëpër burgje. Unë mendoj që moslejimi i Sheh Imranit që ty në Shqipëri nuk është edhe aq i keq, pasi i ka bërë reklam Sheh Imranit. Paktën ata persona që nuk e njihin se kush është Sheh Imran Husseini, tani ja kanë dëgjuar emrin, mund të hyjnë në internet dhe mund të shikojnë videot e tij. Ja, Sheh Imran Husseini është një njeri i famshëm. Dhe kjo që i ndodhi dje, ja rrit edhe më shumë famën dhe tregon frikën që zionizmi ka nga mesazhi i Kuranit dhe i Muhamedit. Frikën që ata kanë nga e vërteta. Frikën që ata kanë nga njerëz si Sheh Imran Husseini që denoncojnë gjenocidin. Dhe ata politë të antiterrorit, ministri i brendshëm i regjimit Rama dhe Ramave, që janë ndaluar hyrjen të Shën Thomas Aquine të Islamit, ata kanë hyrë në rrjeshtin e shejtanit dhe armiqve të Islamit. Në ditën e Qametit, Allahu do t'i dënojë ata, dërsa Sheh Imranit do t'i rriten sevapet. Brëm kam qenë shumë i shqetësuar për Sheh Imranin, ai është 85 vjeç, ai vuan nga zemra dhe nuk e di se si e ka kaluar natën, por dje fola në telefon me disa policë, të cilëve u kërkova në Rinas, u kërkova që paktën ta shoqëronin Sheh Imranin në xhaminë e aeroportit, pasi aeroporti Langaraj i Kastratit në Rinas nuk ka as hotel për personat që vinë dhe nuk u lejohet hyrja apo që hidhen në zonën e tranzitit. Megjithatë miq, në këto momente Sheh Imrani është në Serbi. Unë uroj që Sheh Imrani mos ketë komplikime me shëndetin e tij dhe inshallah me lejen e Allahut Sheh Imranin do ta kemi nëpër video tona, dhe ndërsa zionistët me regjimin e Edi Ramës kërkuan që ta censurojnë Sheh Imranin, sikur censuruan TikTokun, sikur që të cilin e blen zionistët amerikanë ja morën kinezëve, sikur na censurojnë neve Facebookun, sikur na censurojnë Instagramin, sikur kontrollojnë mediat në Shqipëri, ku dje mediat degenerata të lekëve të drogës në Shqipëri nuk treguan se çfarë është e vërteta. Megjithatë, me moslejimin e hyrjes së Sheh Imranit, Sheh Imrani u bë më i famshëm, Sheh Imrani do ta shohim nëpërmjet internetit. Dhe kjo është një njoll turpi në historinë e Shqipërisë. Sheh Imrani hyn në plejadën e hoxhallarëve që janë diskriminuar nga kafirët shqiptar, njerëz që nga Sabri Koçi, Hafiz Ibrahim Dalliu, Genci Balla, Bujar Hysa dhe tani kemi Hoxh Imran Husseinin. Lavdi për punën e Sheh Imran Husseinit, Allahu inshallah e qoft në xhenet për punën që ai bën. Selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh.